أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala, qysh I përket e lartë madhërisë së tij. Salavat dhe selam I dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh në veçanti e atyre burrave të mëdhej të selefit në përgjithësi, derisa të kësaj dite edhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, edhe me të jemi në surët al-Hashr, respektivisht në pjesën e dytë të surës al-Hashr, ku I madhi Allah te bareke ve taala, pasi që përmendi më lart në jetët e para të kësaj sure, se çfarë ndodhi me fisin e qifutve Banu Nadhir, dhe se si ata e thyen e shkellen marrëveshjen të cilën e kishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke tentuar që të bëjnë atentat ndaj personalitetit të tij. Pra u përpoqen bën kurthe për ta likuiduar atë burr të madh, duke harruar se Allahu I madhruar ka për ta mbrojtur atë, dhe duke harruar se shkelja e marrëveshjes, se kjo konsiderohet shkelja e marrëveshjes, dhe se shkelja e marrëveshjes mund t'ju kushtoj rënd, ashtu siç edhe ja kujtuan disave prej tyne, por ata ishin të vendosur ta bënin atë që tentuan, por Allahu nuk I dha sukses sepse erdhi meleku Gjibril dhe e informoi pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, ik shpejt, çau nga ky vend,
nga se ata kanë bë plan me ta hedhë një gurë të madh prej murit që ishte pështetur në të, dhe pejgamberi u largua sallallahu alaihi wasallam i shoqëruar me sahabët si Abu Bekrin, Omerin e të tjerë, diku rreth 10 sahabë, dhe automatikisht kjo konsiderua shkelje marrëveshjes dhe në fund pasaj me largimin e tyre, pas një marrëveshje që arritën ta bëjnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ta lëshojnë në Medinën shtëpit e vend banimit të tyre edhe të shpërngulen për në Sham. Ata larguan, e pejgamberi tha, sa të aban deveja, mërni me veti çdo gjë çfarë doni me përjashtim të armëve, jo. Kështu që atyne, ata morën sa morën, por aty ishin qindra vite, kishin qëndruar, dhe ju mbeti pasuri bukur e madhe. Në veçanti, kur dihet se që fotet ishin njerëzit më të pasur në Medinë, madje në krejt nga dishullin arabik në atë zaman, sikurse që janë sot më të pasurit në botë. Andaj largimi i tyre nga një vend banim lën pasuni të madhe. Dhe Allah i madhruar tani në këto ajete të cilat i kemi para vetes, flet për këtë plaçk të luftës, quhet el-fei'u, këtë pasuri të trashëguar, të marrur nga ata armiq të Allah dhe të pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, duke treguar i madhi Zot dispozitën, hukmin e kësaj meseleje, të kësaj pasurie, se çfarë duhet të bëhet me atë pasuri e cila ne e quajmë fjalorin ton plaçk lufte, se çfarë duhet të bëhet me të, kujt i takon kjo pasuri, si duhet të ndahet ajo pasuri dhe kështu me radhë. Duke i urdhëruar me pas muslimanët, e që është tepër me rëndësi që ta pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në krejt atë çfarë ai i urdhëron, dhe të shmangen, të largohen, të distancohen nga krejt ajo çfarë ai i bekuar i ndalon. Dhe ta kenë frikë Allahun e madhruar se kundërshtimi i fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mund të kushtoj muslimanëve me dënim të rënd, për ata thot fund të ajetit, Allahu ka dënimin e rënd. Ka shumë për të folur, shkojmë tek komente ajeteve për të parë më në detaje se çfarë na thotë i madhi Allah, duke mbështetur të madhët Allah dhe duke lutur lartë madhërinë e tij për sukses dhe bereqet dhe dije të hajër. Thëtë Allahu, ma sa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum, fama aujaftum alejhim min khaylin wala rikab. Atë që Allahu, atë pasuni të cilën Allahu pra plaçkën e luftët që bërët në pej fisit Banu Nadir. Atë pasuri, atë plaçkë, të cilën Allahu i dhëroj pejgamberit të tij që e morët prej tyre, është për i mirësi se Allahut azza wa jall. Ju nuk ju hypët as kuajve, as deveve për të luftuar atë. Pasurinë të cilën e morët ju musliman, sepse fisi Banu Nadir u larguan dhe muslimanët hynën në shtëpitë e tyre, në kalat e tyre dhe morën pasuri. Këtë pasuni pa Allahu po i thotë të cilën e morët jo, plaçkë lufte. Këto Zoti ja dhuroi juve. Nuk e morët me luftë. Sepse ju nuk pat nevojë me hyp kuajve, deveve, në mënyrë figurative me udhëtu larg, që shoton njërë për në bo beteja diku, si në Bedere, Andejen, Hajberen, në Uhud, nuk dole që ju larg, në gjitë ishte, fisit ty në ishte në gjitë me Medinën. Pra nuk dërët mund, madje nuk dërët as gjak, nuk pat nevoj me liftu fare. Por, Allahu i madhruar
është ai I cili u hasolli këtë pasuni. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Allahu është ai I cili I bën të dërguarit e tij të triumfojnë. Siç e bëri pejgamberi në këtë rast, të triumfoj përballë çifutëve pa luftë. Me çka? Me frigë. Me frigë. Allahu, që kemi cekë me herët, hodhi frigë në zemrat e tyre. Allahu hodhi frigë në zemrat e tyre. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Dhe kemi shpjeguar dersën e kaluar se çfarë është ar-ru'b. Frigë e madhe e cila I humb personit komplet kontrollën dhe nuk është gjendje më asgjë të kontrolluar me vepruar. Frigë ku s'ka frigë më të madhe përpas me vdek njeriu për frikë. Pra Allahu ju triumfoi juve ju musliman. Në fakt të triumfoi pejgamberin e tij. Me rob, me frikë, po ju ishit ushtarët dhe pasuesit e tij. Allahu triumfon pejgamberët e vet, sepse Allahu është I plotfuqishëm. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahu është I plotfuqishëm. Të bëj çfarë të doj. Të triumfoj ndaj kujt të do, me cilën ushtri të do, se të do në vet, tebareke ve teala. Allahu I madhruar në këtë ajet, pra po kujton muslimanëve këtë mirësi që I triumfoi pa luftë, dhe pëthët se këtë plaçk që e mërët, nuk e mërët se rezultat I derdhjes së gjakut në përbeteja, por I erdhe prej Zotit. Kjo pasuri, plaçk e luftës, quhet el-fej'u, quhet el-fej'u. E marrë prej kësaj fjale, wa ma afa Allahu, fa yafi'u fej'en. Plaçka e luftës, ose merret prej muslimanëve, po flasim të dispozitat shariatike, ose merret me luftë, siç ishte në Bedër, në Uhud dhe betejë të tjera. Bojnë luftë muslimanët me jo musliman, ja japë Zoti muslimanëve, në poshtën jo muslimanët ikin, dhe kur ik armiki nuk merr krejt që ka pas me veti. Gjithmonë në çdo disfat, armiku lën shumë plaçka pa material, apo të mira, pasuri, e lën luftën front. Gjithmonë kjo punë, gjithmonë, në çdo luftë. Tani kjo plaçka, apo kjo pasuri e marrë në luftë, për dikend ka vlerë, për dikend s'ka vlerë. Për një ushtri të madhe, si ushtri të mëdha, sot, që të botërore që janë të njohura, por të s'ka vlerë. Ato kanë armatim më të mirë se sa ushtrit e tjera, pa më të fortë, por për dikend ka vlerë. Tani këtu kishte vlerë shumë. Shumë! Kjo e rëndësishme, pasuria e cila merret në luftë pe armikut, pa gjak, pa betejë, por si rezultat I marrëveshjes me ta, I dorëzimit të tyre, dhe bërjes marrëveshje me ta, kjo pasuni quhet fej'un. Ndërsa, nëse merret pas lufte, se kur Bedër në Uhud, quhet ganime. Sinonime janë, por dallojnë me kuptim. Ganime është pasuria, plaçka e luftës e cila mirret në luftë pas përfundimit të betejës, pasi të ketë ndodhur beteja, o dherë gjak kanë luftu muslimat. Fej, po ashtu është pasuni plaçke luftës, vetëm se fitohet, është e pasuni cila është fituar pa luftë,
pasi që armiku është dorëzuar, ka shkruar marrëveshje, ka pajtu, ka bënë farë dhe marrëveshje, të rjek e tjere e tjere. Pra, këtë ajet, Allah e madhëruar, pa kujton muslimanëve këtë mirësi dhe këtë begati dhe dhunti ndaj tyne. Më pas, Allahu e jap apo sjell hukum dispozitën e kësaj pasunie, e kësaj plaçke. Qysh do të më nda komandanti, prisi i muslimanëve këtë pasuni elfej, të cilin e ka marrë pa luftë. Qysh ndahet kjo? Pra është mesele fikut. Thot Allahu Azza wa Jal, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Çfarë do të që Allahu i dhuroi pejgamberit e tij nga plaçka e marrë prej popujve apo vendbanime të ndryshme. Felillahi wa lirrasul. Ajo i takon Allahu dhe pejgamberit e tij, wa lidhil qurba dhe të afërmeve të tij, wa li yatama edhe jetimve, fukara, wal masakin edhe të varfërve. E ndau Zoti këtë pasuri në 5 grupe. Pra, nuk pilen njerëzit me nda pasuri, ma des pejgamberit dhe s'pjalen. Por për ndanë vetë këtë pasuri. Në 5 hise, pasuria e marrur në luftë, pa betej, pa dirgjak, Allahu për ndanë në 5 grupe. Grupi parë, ka thëtë Allahu Azza wa Jal, felillahi wa lirrasul, i takon Allahut dhe pejgamberit e tij. Takon Allahut dhe pejgamberit e tij është fjala për dinën e Allahut, interesat për gjithë muslimanëve. Një të pastën e merr pejgamberi e ndan. Merr për nevojat e veta çka të dohen. Çka të dohen nevojat e tij. Për kësaj. Mrana kësaj hise nëse i tepron për nevojave të tij, atëherë është përndan apo e investon në interese të përgjithshme shoqërore të islamit. Në intereset përgjithshme që përfitojnë muslimanët. Grupi i dytë që meritojnë këtë pasuni walidhil qurba për akraban e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që janë Banu Hashim dhe Banu Abdul Muttalib, të cilët janë pasardhës pejgamberit, familje tina, dhe të cilët nga Bani Hashim dhe Bani Abdul Muttalib, dhe të cilët e kanë haram të ndaluar zekatin dhe sadakan. Këty nuk takon një hise. Wal yatama, u takon edhe jetimve, ama jetim e fukara, jo jetim e të pasëm. E njëjta gjë vlen edhe për zekatin. Pse është jetim, jo domosdoshmërisht e meriton zekatin. Do të me qenë jetim fukara, në meritu zekatin. Edhe këtu jetimit që u kanë dhra prindet e tyre për luftra, por që jenë fukara. Edhe këta vërtet ishin fukara. Dhe këtë qeshëria në të zaman ishte fukara. Më vonë Allah i që e pasuni atyre. Nga qanti, muhajgjerët, që do të në vjesht, tash pak më vonë, ishin fukara. Pra, grupi i tretë, jetimeve fukara, nga sahabet, bejt e sahabet. Grupi i katërt, wal masakin, të varfërve, atyre që kanë nevojë, sahabëve të varfër. Grupi i pestë, wabni sebil, udhëtarëve, yabanxhi, të cilët gjatë udhëtimit të tyre u janë shpenzuar, u janë harxhuar të mirat e tyre materiale, dhe nuk mund të vazhdojnë rrugën, sepse s'ka që ka hanë, s'ka që ka pinë, s'ka. O me që atyaj. Këti lejohet me adha një hise për kësaj pasunie.
sikurse që lejohet atje te zeqati. Ky grup edhe zeqat futet atje. Pra aty në të cilët u është ndërprerur timi për shkak të pamundësisë, të harxhimeve, shpenzimeve, të nevojave të tij që dohen njeriu, nevoja të mira materiale për udhëtim. Likej la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum. Allahu i madhruar pa thot u handau Zoti këtë pasuni në 5 këtu grupe në mënyrë që ajo mos t'ju mbetet, ajo pasuni mos t'ju mbetet të pasurve e të qarkolloj mes tyre. E që i bie, po mos ta kishte nda Zoti këtë pasuni në për këtu 5 lloje. Harro me thonë, mas vdekjes pejgamberit, sa pejgamberi gjallë ka hisin një pestën. Mas vdekjes tina i takon prisit muslimanëve, i cili e përdor për interesat të islamit dhe muslimanëve në përgjithësi. Ndërsa të ganimatje, para se mbe artë të komenti i ajetit, fundit ajetit, apo këse pjesët ajetit, për mësëmjet bërqa, nëpse kemi sfjeguar në suratul Anfal. Ndërsa ganime atje, që të 5 hise të cekara këtu, e përbëjnë një hise atje, edhe ajo ndahet në 5 hise. Edhe ajo ndahet atje në 5 hise, el ganime, pasunia që merret luftë. Ama, një që të 5 grupe të cekara këtu, bëhen bashk dhe futen në një grup atje, në një të 5-tën, ndërsa 4 të 5-tave, u shpërndahen luftetarve, pjesëmarrësve në betejë. 4 hise u shpërndahen luftetarve që kanë marrë pjesë në betejë. Një hiset, pra në të 5-tën, futen këtu grupe të cekura në këtë ajet në surat al-Hashr. Pra Allahu po thot pse e caktoi, pse vetë dha hukum, i caktoi këtu 5 lloje këtu që meritojnë këtë plaçk luftë të fituar pa luftë, sepse po ta lënte që ta ndajnë njerëzit. Do të cilëj në duart e tyne të pasurve. Ku të pasurit zakonisht pasurit të rrinë alpën. E marrin pasurin dhe nëmën të shpërdare si pasuris, mas pari e mërë për vetin i pjesë, e krynë dë nevojat vetat që ka, ta në jep një haranit vete, ta në jep një haranit vete, ta në jep një haranit vete, dhe vetë cilët pejt pasurit, tek i pasurit, tek të 3 pasur, tek e pasur, e fokarat i jesin me gishtan goj, shët populli. Dhe si rrëdhoj, shfaqet pa drejtësi, dhe pa drejtësia, pa drejtësi bëhet fesad rëmoj, prishet harmonia mes muslimanëve, futet të rejtja këtë qadasha mes muslimanëve. Këta në fukara, i kanë ngritë Allahu. I kanë ngritë Allahu, nëse si ka dhanë pasunimi, bëtë pasun si ty, ka ngritë nga çështje në kënde tjera. Andaj mëse harra fukaran, por i pasur e harram. Për mësë mjalan dorë tyne, Allahu e ka ndahë vetë këtë pasuni, si që kanë thanë ulemat e tefsirit. Thëtë Allahu në vazhdim, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ata që aja pejgamberi alayhi salatu wassalam, çfarë do që ja pejgamberi alayhi salatu wassalam merreni atë, dhe çfarë do që ju ndalën, heqni dorë prej saj. E tha Allahu këtë, pasi që ndau pasuni, shkanë thonë ulemat e tefsirit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasurin që morri për fiset Banu Nadir, e la një pjesë për vete,
i plesej disa nevoja për një vit, pjesën tjetër la për interesat muslimanëve. Edhe këto 4 grupe tjera i futi. Por të fukarajnë, që tha Allahu dhe fukara, u dha muhajgjirve, që ishin shpërngulur prej Mekës. Ensarve jo, me përjashtim të 3 ensarve, e thuhet 2. Ndërsa shumica dërmuese nga ata që i dha pejgamberi ishin muhajgjir të shpërngulur nga Meka. Arsyeja është e thjeshtë, ata ishin fukara. Por kjo ka mujt me shfaq një lloj pak kënaqësie. Tek pak veta, jo të shumica. E Allah i madhruar po don me u kujtu atyne se kjo ndarje është prej meje nëpërmjet pejgamberit. Dhe se atë që boni pejgamberi, që atë bën ai, do ta përqafoni. Andaj po i thot krejt çka? Pasuni e jo pasuni. Plaçke luftës dhe jo plaçke luftës. Krejt çka? Ama krejt çka? Ju urdhëron pejgamberi, merreni. Dhe krejt çka? Gjithë çka? Çka u ndalën nga ajo pejgamberi, largojuni. Kjo pjesë e këtij ajetit është prej ajeteve të forta dhe shumë të qarta se muslimanët e kanë farz, detyrim, vajib. E farz dhe vajib kemë për qëllim sinonime, që ata që haja pejgamberit ta marrin. Dhe ata që u andalon pejgamberi të largohen prej saj. Sepse ai ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Ai kur urdhëron për diçka, e ndalon nga diçka, ai nuk flet nga vetvetja e tij, nga qefi i tij, por nga shpallja që e shpall i madh i Zot. Për ata fjalët e tij janë din, janë iman. Dhe si thot Saadi, kjo përfshin akiden, çështjet e brendshme. Pra në çështjet e besimit, ata që aja pejgamberi merreni o ju musliman, ata që ndalen pejgamberi ndalejuni o ju musliman e mos qitni bidat e din. Po edhe nga veprat amelet, në veçantë adhurimet e ibadetet dhe krejt të tjerat për të cilat ka argument nga ai i bekuar sallallahu alaihi wasallam. Për ata ulemai e selefit dhe ata të cilët kanë ardhur pas tyre, veçantë ulemat e fikut gjithmonë dhe gjithherë kanë thënë, flasim, por në momentin që fjala jonë ndeshet, fatfaja jonë ndeshet me hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalën tonë kapeni dhe hedheni për muri. Hedheni. Edhe nëse krejt i jeta ju në ka shku në basë asaj fatfaje. San, pe i basë puna hajrë nuk ka. Hedhe. Neve na falë Zoti, ti se pas kom qëllu, por ju mësë obligani vetë vetën, neve me na pasu, për derisa ne pas kom punu, kunder senetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo din. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Kjo është slogan i muslimanëve. Ata që aja pejgamberi merreni për qafane. Pra ta në themi kjo se në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hegana ka me bo me te. Kjo se në pejgamberit. Ta në seneti, me shkuat që meselet e fikut, nuk ka në rang të farzit. Ato në meselet tjera në fik. Por në parim, ata që aja pejgamberi, ata që ahot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merreni. Ndërsa aja që ndalën nga prej saj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largojuni. Wattaqullah, dhe keni frikë Allahun e madhëruar,
të bareke wa ta'ala, inna Allaha shadidu liqab, vërtet Allahu është ndeshkues i rrept. Pra keni kujdes, e mos e kundërshtoni pejgamberin e Zotit. Sepse mund që përfshi dënimi i Allahut, e dënimi i Allahut është i randë të bareke wa ta'ala. Allahu dënën ashper ndaj ruajin e jo muslimon, e mos e fitoni dënimin e Zotit.